krejt njerëzit bojnë gjunahe. Dhe ai i cili vdes duke mos i la gjunahet, duke insistu në gjunahet, qofshin ato të mëdha apo të vogla, me kush që të mos jesin gjunahet, të mos jenë gjunahet të cilat e nxjerrin njeriu prej feje, në çështjen e tij ja drejtojmë Allahut. Dhe në rastin e tij nuk guxojmë me gjyku me zjarr. Mirë po thojmë se çështja e tij i takon Allahut, nëse don Allahu me dënu, e dënon me drejtsinë e tij. Dërsa nëse e don me fal me mëshirën e tij. E Kurani dhe Suneti janë të mbushura dhe së të mbushura me argumente që tregojnë se një person i cili insiston në gjunahe me kush që të mos jenë gjunahe të cilat nxjerrin prej fesë, ai person vazhdon me qenë besimtar. Qofshin gjunahe të mëdha apo të vogla, vazhdon me qenë besimtar, me kush që të mos jenë gjunahe që nxjerrin prej fesë, për shkak se kufri është gjunah, mirë po gjunah që të nxjerr prej fesë. Të ky rasti dhe çështja e tij është në zjarr, mirë po gjunah që nuk nxjerrin prej fesë, ai person vazhdon të quhet besimtar dhe çështja e tij i takon Allahut azza wa jall. Dhe për këtë ka thënë Allahu në Kur'an: "Wa in ta'ifatani min al-mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma." Kur dy grupe prej besimtarëve luftojnë njëra me tjetrën, jo mundohuni ti pajtoni. Domthonjë çka me luftu me një besimtar është gjuna e madhe. Megjithatë, kjo luftë që ti po e bën nuk po të nxjerr prej fesë në bazë të ajetit, sepse Allah po i quhen besimtar ato dy grupe që luftojnë mes veti. Wa in ta'ifatani min al-mu'minina iqtatalu, kur dy grupe besimtarësh luftojnë mes veti, pajtojnë ato dy grupe mes tyre. Ndërsa Muhamedi alayhi salatu wassalam në hadith ka thënë: Allahu azza wa jall i fut xhenetlit në xhenet dhe i fut kanë të dojë me mëshirën e tij, pastaj i fut xhenemlit në xhenem, dhe kur t'i fut ata në xhenem, thot: shikoni se mos ka dikush iman sa grimca, sa një thërbi në zemrën e tij, nxjerreni prej zjarrit. Në bazë të këtyre dy argumenteve, atëherë kuptojmë se një person i cili bën gjunahe, qofshin të mëdha apo të vogla, me kush që të mos jenë gjunahe që nxjerrin prej fesë, i tillë vazhdon të quhet besimtar, vetëm se me iman jo të plot, apo ndryshe quhet edhe si gjunaqar apo edhe si mëkatar.